Procesit gjyqësor ndaj të akuzuarit John Pnishi po afrohet fundit. Pnishi akuzohet se në muajin qershor të vitit 2014 në urën që lidh fshatrat Prapaqan dhe Lluk të komunës së Deçanit e ka privuar nga jeta personin me inicialet FG. Përveç për veprën penale vrasje e rënd, Pnishi akuzohet edhe për armbajtje pa leje. Teki Bokshi, avokati i palës së dëmtuar, tha se në seancën e sotme në gjykatën e PS ka kërkuar që i akuzuarit të dënohet sipas ligjit. Mendoj se përfundimi se masbindjes son është që do të vërtetohet fajësia e të akuzuarit për veprën penale për cilën pandehet. Sa i përket mbrojtjes me hershje të pandehurit, avokati Bokshi në mënyrë ironike tha se provat e paraqitura nga mbrojtja janë totalisht jo relevante për çështjen penale. Unë mendoj se ata vetëm kanë mohu ai fajësinë, se ata praktikisht prova konkrete nuk kanë paraqitur, ata këtë akuza bazohet në provat të cilat i kanë ngrit akt akuza, edhe mendoj se këta pola të mbrojtësit e të akuzuarit që kanë mohu ato prova në bazë të atyre pikpamjeve të tyre. Bokshi në fund deklaroi se familjarët e viktimës do të parashtrojnë kërkesën pasurore juridike që do ta realizojnë në kontest civil. Sipas aktakuzës, përderisa viktima ishte duke udhëtuar me vetur nga Gjakova në Deçan, John Pnishi në mënyrë dinake i kishte dalë përpara me automjetin e tij dhe kishte shtënë disa herë me pushkë automatike AK-47 në drejtim të viktimës duke i shkaktuar plagë vdekjeprurëse.